Lindita Burellku, një emër i dashur për publikun, vjen këtë herë me 2 projekte të reja muzikore që sjellin 2 botë krejt të ndryshme emocionale. Kënga Shoqet në Kanagjegj rikthen atmosferën e gëzueshme të traditës shqiptare, festën dhe gëzimin e shoqeve. Ndërsa në anën tjetër kënga O Gurbet përçon një emocion krejt tjetër, atë të largësisë, mallin dhe sakrificën që shumë familje shqiptare e njohin mirë. Me një interpretim të ndjerë, Lindita prek një temë universale që i flet çdo zemre. Në këtë intervistë, ajo na rrëfen rrugtimin e krijimit të këtyre 2 këngëve, sfidat, emocionet dhe mesazhin që dëshiron ta përcjell tek publiku. Një bisedë sinqert me një artiste që gjithmonë ditë sjell emocione dhe të ruaj lidhjen me traditën. Po duke pasur parasysh se normal që duhet të prekim gjitha tematikat që janë më aktuale, kështu që e para do ta them për këngën Shoqet në Kanagjegj. Është një këngë që një tematik që në çdo aheng familjar, në çdo Kanagjegj shoqet janë prezente në për Kanagjegjet e shoqeve. Kështu që ishte një ide dhe ishte pak me rëndësi shkaku se nuk e disha ta bëj këngën vetëm për Kanagjegj apo për shoqet, kështu që vendosa një temë Shoqet në Kanagjegj në falënderim domethënë të tekstshkruesit Sami Aliut. Kështu që vendosëm në këtë këngë, në këtë projekt që të ketë më tepër tematik që prek shoqet, vajzën që shkon domethënë në nuse. Ndërsa kënga tjetër është një këngë gurbeti, që është një temë që asnjëherë nuk është mjaftueshëm, nuk harrohet dhe është një tematik që prek çdo kënd që i ka familjen në gurbet apo vetë ato që janë në gurbet. Po, kur jemi të kënga Shoqet në Kanagjegj, ishte ide e jotja e këtij teksti apo ta dha dikush si sugjerim? Jo, ishte personalisht imja. Nga përvoja non-stop që je edhe në për Kanagjegje, edhe në për ahengje familjare. Edhe ishte një ide imja që kështu këngë nuk kam pasur. Këngë tjera kam pasur kështu këngë dasmash. Mirë po, konkretisht për Shoqet në Kanagjegj dhe tekstshkruesit Samiut i pëlqeu kjo si ide. Me qenë se unë paraprakisht bisedova, thash nuk e di çka të bëjmë, ndonjë këngë të re, ndonjë projekt të ri, mirë po me ndonjë temë që nuk është bërë shumë banale, jo, edhe nuk është bërë shumë banale. Dhe kur ja përmenda këtë si ide, tha mos e vazhdo, tha shumë ka ide e mirë. Dhe normal bashkë me Emin Aliu, ai ma ka bërë edhe vjen melodike, që më pëlqeu shumë. E pastaj më në fund të vendosa që bashkëpunimin ta rikthej pas shumë viteve me normal maestro Ardian Kastratin, me qenë se ka një kohë të gjatë që nuk kam punuar, kështu që edhe ai e ka orkestruar shumë bukur. Dhe që është ambitor, pastaj edhe videoklipi, edhe videoklipi normal, po. Kështu që më në fund vendosa dhe videoklipin ta bëj me produksionin Jehona, normal me Vigani Bishin, një djalë që premton shumë. Dhe me të vërtet çdo gjë ka qenë në ideat e tij, në duart e tij, kështu që besoj gjithë që e kanë parë, e kanë shikuar klipin, e kanë dëgjuar, e kanë pëlqyer. Çdo gjë që ka prek Vigani në për shumë projekte dhe me artist, padyshim që nuk ka munguar suksesi atij artisti. Normal që po. Sepse bën një punë të jashtëzakonshme, padyshim. Më thuaj, Shoqet në Kanagjegj mendon se do prek thellësisht zemrat e gjithë atyre shoqeve që përcjellin shoqet e tyre? Po, normal që po unë e kam parë edhe komentet edhe gjitha ato që më kanë shkruar edhe private edhe në rrjetet sociale normal, në Instagram. Në për ato Kanagjegje që kam qenë prezente dhe më herët, më kanë thënë si nuk e bëre këtë këngë kur isha. Mirë po, normal që po, është një temë, thash që asnjëherë nuk humbet, me qenë se pa shoqe nuk bëhet asgjë, as Kanagjegje, as po ndonjë aheng familjar që e ke. Kur jemi te kjo temë, më thuaj Lindita se sa ka humbur tradita e këtyre mikpritjeve dhe këtyre organizimeve si Kanagjegje dhe ahengje të ndryshme që ne i llogarisim si tradicionale madje. Sepse kanë dalë edhe forma të reja të shoqeve që organizojnë, por që jo në këtë formë të mblidhen edhe shoqëria, por edhe gratë, familja më e gjerë.
Me thonë drejtën, sikur se është bërë tash më e shpesh kjo puna e kanaxhegjeve, me qenë se më herët nuk kishte shumë organizime, tash unë flasë më tepër kishte normal në fejes edhe në martes, dasma po. Mirë po tash këto të rinjë sikur ja kanë marrë rendin pak sikur duan të kanaxhegjet t'i bëjnë si tradicionale, po. Edhe më vjen mirë, pse jo, është një natë vetë vajzave që martohen dhe normal që çdo gjë organizohet për dëshirën e atyreve dhe si e kanë mendua ato, ashtu edhe e realizojnë. Dhe thash edhe më herët, do me thonë puna e shoqeve asnjë nuk humbet. Po, je pro e traditave për vendosjen e kanës të vajzave në kanaxhet, sepse shumë nga to po organizojnë kanaxhegje, por sikur disa e kanë humbur pak a shumë atë traditën e vendosjes së kanës. Është e vërtetë se edhe kur vjen momenti i vendosjes së kanës, çdo herë më thuan përshpejtoj atë pjesë, te kaloje, shkaku se është një moment prekës, po, është një moment i dhimbshëm, kështu që është e vërtet ajo se atë gëzimin e kthen në dhimbje dhe më ka ndodhur edhe vetë duke kënduar atë pjesën e këngës kur vendohet kana, kanë thënë edhim përshpejtoj pak më shpejt, edhim mos shkon, më tepër i japim të kënaqen, të gëzohen, edhe pikërisht edhe kjo kënga është pak më e hareshme, është pak më moderne, nuk është në atë stilin e kanaxhegjeve të këngëve tjera që janë kështu më... Kjo është pak më e gëzueshme. Po. Me qëllim e kemi menduar ashtu që t'i hikim asaj çdo herë mos jetë çdo herë e njëjta muzika apo e njëjta tematik që tjetë e dhimbshme. Normal, i ka dhënë një kahje tjetër Samiu kësaj këngë. Ishte momenti i duhur e dashur për ta publikuar tani edhe para sezonit të dasmave të dimrit, sepse edhe dimrit ju kene një farë sezonit të dasmave, kur vinë edhe kur beqarët. Po shifa, unë jam munduar normal që ti e din që unë gjatë gjithë vitit po punoj këngë të reja dhe asnjëherë nuk e lej që për shembull këngën ta lejnë kohën kur duhet veç të fillojnë këto xhirimet e këngëve të reja për fund vit normal. Dhe unë qysh kur e kisha sezonën e verës e kam porositur këngën dhe kam kënduar në atë kohë, e kam realizuar, me qenë se çdo kush është në atë kohë pak më i pushuar, është më i pushuar normal dhe edhe me ideja më të freskëta. Pastaj edhe për t'i gjetë bashkëpunëtorët më e lehta, më të lirë për t'i gjetë. Unë për vete ashtu çdo herë praktikoj, shkaku se janë edhe më të pushuar edhe vetë ato tekstshkruesit edhe vetë, domethënë ato që krijojnë melodi, kanë më tepër koncentrim se sa për shembull kur ju mblidhen shumë kërkesa dhe normal që nuk munden të japin atë që duhet maksimumin, po. Kështu që unë të dy këngët i porosita që atër dhe të njëjti, do me thonë njërë këngë kam porositur për shoqet në kanaxhegjë dhe këtë tjetrën, po të njëjtën, do me thonë Samiu dhe Emini kanë realizuar edhe këtë këngën e Gurbetit, edhe pse kënga e Gurbetit e kam pa tjetër të acek, shkaku se kam thënë Eminit ka pas bo një këngë për vete, thash si nuk ma vaj mu thash këtë këngë, thash mu shumë pëlqen këto këngë të dhimbshme këngë e Gurbetit. Po, edhe tha, oke, tha do të bëj tha ndonjë këngë, mirë po ai këtë këngë e kishte realizuar për veten e ati, për ta kënduar ai vetë, kështu që ma adhuroj mu, tha do ta adhuroj, tha ty ta këndojsh, tha. Dhe kështu që u realizu edhe kjo si këngë. A ishte i kënaqur nga mënyra se si e performove ti? Po shumë, ai më tha, unë tha nuk jap këngët e mia që i kam të rezervuara normal të realizuara për veten e ati, jam ndonjë këngëtari tjetër, po prej respekti dhe di që ti do t'ja japish maksimumin për ta këndu. Dhe normal këtë këngë mos haroj ta cek se kam realizuar në MP Records, pra të Nusreti dhe të Plurati. Sa kohë të është dashur që të bësh këto dy projekte dhe ti përmbledhesh ti publikosh në një kohë të caktuar të dytë bashkë? Po, shife, më është dashur një kohë, po mund të them një muaj e gjysmë, po. Me qenë se normal që edhe për këngën e Gurbetit më është dashur të mendoj me këta realizoj dhe këtë këngë kam realizuar me A Films, do me thënë me produksion nga Kosova.
pra me Adriatik Aslani, ndërsa producenti kësaj këngë është pra Beni Production nga Kërqova, të cilët i përshëndes normal dhe kanë kërkuar që ato ta realizojnë këtë këngë. Normal e kanë realizuar si është më mirë, normal me si një tregim e kanë bërë me një grua dhe një djalë, se si nana e përcjell djalin, normal që e kanë përshtatë sipas tekstit. Dhe nuk është letë, me të vërtet kështu, kur i shef këngët mendon se është letë për të realizuar, po jo, normal që çdo gjë është ngarkesë, mendojsh e para puna e këngës, tekstit, muzikës, për ta realizuar. Mandej do të mendoj si do ta performojsh, pastaj garderobas, çfarë të veshish, si të veshish. Ti përshtatesh, po, ndërsa për të kjo shoqet në Kanagje që kisha pak më lehtë, normal se vetë klipit jep pak më tepër liri që të mendojsh, po, të mendojsh të vishesh me ndonjë fustane, që pak më të lehtë për ta realizuar. Dhe mos harroj të cek edhe Nadire Evans, të cilat i kisha në videoklip, me qenë se me të vërtet po, mos harroj të cek se pa ato normal edhe videoklipin ndoshta do të kishte dalë aq bukur. Me qenë se vajzat ja dhanë maksimumin dhe realizuan si kur tjetë një Kanagje që i vërtet. Kështu që i përshëndes shumë edhe ato pa ndëroj. Le të ndalemi pak edhe te kënga e Gurbetit, është kënga e parë që ke realizuar në këtë format dhe në këtë tematik, më thuaj. Po, do presësh tani të gjitha komentet e mërgjimtarëve? Të them të drejtën, sa e kam nxjerrë kështu në story se do të jetë ashtu, gjithë më kanë shkruajt lumt, është një tematik që me çdo kohë, çdo moment prek çdo mërgjimtar, çdo njeri të cilët kanë përcjell të afërmit e vet në Gurbet. Kështu që kënga është pëlqyer shumë dhe ajo më kënaq më shumë ti që e din shumë mirë se kur realizoj këngë, nuk realizoj këngë ashtu, them se kam nxjerrë ndonjë këngë, çdo herë përkushtoj maksimum që të jetë e para të më pëlqen mua, pastaj normale dhe publikut. Sigurisht. Mendoj që edhe emocioni ka dalluar në krahasim me projektet e tjera, sepse është këngë po normal që po çdo këngë, çdo tematike normal që duhet emocionin ndryshe. Po, ashtu është. Padyshim. E dashur, kujt ja dedikon këto dy këngë, sepse suksesin tënd padyshim që ja dedikon të gjithë të afërmeve. Tu e ke thënë çdo herë familjarëve dhe ata që të kanë mbështesur më shumë të gjatë gjithë jetës. Po këto dy këngë konkretisht? Këto dy këngë konkretisht janë për adhuruesit e mi dhe normal që janë ato, normal që familja po edhe bashkëpunëtorët e mi të cilët normal çdo herë më kanë mbështetur dhe pa ndihmën e atyreve nuk mundem të realizoj, por edhe vetë ato adhurues të mi të cilët i kam çdo herë që presin nga unë për të realizuar këngë të reja. Lindita, po jetojmë në një botë moderne, do e quaja, me një dinamizëm të përshpejtuar, në një botë ku gjithçka po reklamohet dhe gjithçka po promovohet, ndërsa ti je nga ato këngëtare që ke pas famën tënde edhe pa qenë Facebooku, Instagrami apo çdo platformë tjetër e rrjeteve sociale. Më thuaj se sa të kanë ndihmuar këto rrjete sociale që përdoren tani për ti promovuar vlerat e tua dhe më tepër dhe për të qenë edhe më aktive në tregun e botës muzikës. Po normal që në rrjetet sociale është shumë e rëndësi, jo vetëm për neve artistët, po në çdo lëmi rrjetet sociale ndihmojnë shumë. Shkaku se më herët priteshte që këngët tona të shihen nëpër televizion, ndërsa tash nëpër rrjetet sociale dhe normal që më afër publikut jemi me projektet tona për t'i njoftuar se kemi këngë të reja apo do të kemi diçka të re. Dhe normal që po, edhe pse edhe për ato rrjetet sociale duhet dikush që të punon, që të jesh më aktive, marketingu është shumë e rëndësi. Kështu që unë për momentin kam angazhuar një profesionist miret me faqet e mia që i kam në rrjetet sociale, që të punojt më shumë, normal në promovimin e këngëve, reklamat e ndryshme.
dhe unë mendoj se po. E dashur të ndalemi edhe në një pjesë tjetër, unë e di që ti jashtëzakonisht shumë ke qenë angazhuar për gjatë gjithë sezonit veror, duke ditur që ke data të rezervuara edhe për sezonin që i kemi afër tani të dimrit dhe më pas për vitin 2026. Si ka kaluar ky sezon veror, sa ka qenë i ngarkuar dhe si e gjeti Lindita Purellkun? Po, si zakonisht, normal, angazhimet janë çdo herë të njëjta edhe mund të them se janë edhe të shtuara. Dhe kështu që puna edhe normal që gjitha ato që ma kanë besuar natën që kanë më të hareshme, do me thënë dasmën, mundoj maksimumin të japë dhe normal që çdo dasëm të sjell dasëm tjetër. Kështu që edhe për mua viti 2025 ka qenë i suksesshëm, edhe për vitin 2026 veç kam rezervime, edhe tash në sezonën e dimrit normal kemi disa dasma nga vetë gurbeqarët që vinë që po bojnë dasmat, kështu që standard jam. Ka ndryshuar diçka në formën e organizimit, bendit që ke ose? Po, varet, unë kam edhe bendin tim, po kam kërkesa shumë edhe për Kanal Gjegje, ku jam vetëm me një sintash që kam çdo herë që shkoj, varësisht nga kërkesat e vetë dasmorëve. Për vitin 2026 përmendet që kanë filluar rezervimet, po besoj që ka ende data të lira? Po, diçka ka, diçka Për janë gjitha ta që planifikojnë. Po, me qenë se dinë si është, Ajda, në rast se jemi në një dasëm në sezon, normal që ato që të pëlqejnë, ato që e bëjnë rezervimin e dasmës, më njërë të kontaktojnë edhe tyje si këngëtare, me bend si duan ato në varsisht, edhe pastaj rinë rahat. Po, në cilat zona më tepër i ke pas, në cilat krahina, në cilat qytete këtë sezon? Po, unë zakonisht dasmat i kam më tepër në Tetov, Kërqov, Gostivar edhe në Kumanov. Po, atje kam qenë më shumë edhe dasmat i kam më tepër andej. Edhe më të njohin dhe të sikur familiarizohen, a? Po, shife, unë thash, ndodhë për shembull në një dasëm kam qenë para 2 viteve, pastaj pas 2 viteve prapë më kërkojnë. Prapë të tjetëri. Më thonë ke qenë të ajo dasma e di, sikur unë bajmet. Më thonë, okej, në rregull, kështu që ashtu shkon puna, në rast se dikush është i kënaqur. Kjo është marketingu më i mirë pastaj. Po, është shumë e vërtet, dasma është marketingu më i mirë për çdo këngëtar. Definitivisht. Shumë njerëz zhgënjejnë në rast se për shembull pëlqen ndonjë këngëtar se nuk ja din rendin dasmës, vjen deri te zhgënjimi dhe normal që ato duan këngë tu këndojsh pa e dish rendin, kështu që për atë nuk është edhe lehtë. E ke më rutinë. Më sa vite u bën Lindita që je kaq shumë e angazhuar? 3 dekada? 3 dekada, po. Wow. 38 vite jam në skenën. Cili ka qenë ai sekreti që të ka mbajtur kaq në formë për 3 dekada dhe sa ka ndryshuar Lindita për këto 3 dekada? Me thënë drejtën, për të ndryshuar nuk jam ndryshuar, vetëm se është puna se nuk mundem pa këngën, është shumë e vërtetë ajo se kur mendoj se sa shumë vite kanë kaluar dhe është kënga që dua shumë, është ajo që më ka mbajtur kështu si jam edhe ku jam. Përmes këngëve Shoqet në Kanal dhe O Gurbet, Lindita Purellkun na rikujton se muzika mbetet një nga mënyrat më të bukura për të ruajtur traditën, për të treguar histori dhe për të përcjellë emocione që na prekin të gjithëve. 2 projekte të ndryshme, por të ndërthurura me po të njëjtën ndjeshmëri artistike që e karakterizon prej vitesh. Publiku i ka mirëpritur me shumë dashuri këto këngë, duke parë tek Lindita jo vetëm një artiste të suksesshme, por edhe një zë të sinqertë që di të komunikoj me zemër. Se s'ka më tjetër djal, mos e haro nanën, se s'ka më tjetër djal. O gurbet, pse je pa rahmet, as po të dhimet nana, me të sofër vet. O gurbet, pse je pa rahmet, as po të dhimet nana, me të sofër vet.
do t'jesh ma e mira, o i shoqe mesnesh. Lule shoqe tua, kana gjesh pas kanard, po dojnë për hatër tanin, një valle me marr. 1001 të mira, shoqe si urojna, ti e din që të dojna, si motër e jona. 1001 të mira, shoqe si urojna, ti e din që të dojna, si motër e jona.